që edhe një ditë jemi më afër Zotit vëllezër, falenderojmë Perëndimin që edhe sot jemi mbledhur në emër të Jezus Krishtit që të gjithë për të dëgjuar zërin e Zotit, për të dëgjuar fjalën e Perëndisë. Halleluja. Fjala e Perëndisë është, e përdorim shpeshherë vëllezër, halleluja, pasqyrë. Ku ne shohim veten tonë, e curinë tonë në besimin tonë. Por fjala e Perëndisë vëllezër është edhe ushqimi që nuk mundet vëllezër një i krishter pa fjalën e Perëndisë që mundet të sjellë fryt në jetën e vet. Nuk mjafton motra dhe vëllezër, halleluja, vetëm e ardhura në kishë. Dhe besimtari të mos lexojë fjalën e Perëndisë. Nuk mundet motra dhe vëllezër, halleluja, që një besimtar të mos e ketë lexuar Biblën nga fillimi në fund. Është ushqim vërtet që njeriu rritet. Nuk mund të rritet, motra dhe vëllezër, vetëm me një ditë që vjen në javë. Duhet të ushqehet ditë për ditë. Dhe ai që lexon vazhdimisht fjalën e Perëndisë, ai dëshiron të dijë të thella, motra dhe vëllezër, të Perëndisë, gjërat e Perëndisë. Ai që nuk lexon, motra dhe vëllezër, halleluja, nuk ka çfarë të pyesë. Prandaj është kaq shumë e domosdoshme që çdo njeri që është thirrur nga Perëndia vazhdimisht të shfletojë fjalën e Perëndisë. Vetëm duke shfletuar fjalën e Perëndisë në jetën e tij, ai do të sjellë fryt. Sepse sheh veten, kontrollon veten, ushqen veten, rritet me fjalën e Perëndisë dhe Zoti i zbulon fjalën e Perëndisë. Dhe Zoti i zbulon, motra dhe vëllezër, halleluja, të vërtetën. Që ai vërtet të kuptojë qëllimin pse Zoti e ka thirrur. Përse Zoti dëshiron që ne të jemi nusja e tij, e zgjedhura e Perëndisë, që është kisha e Perëndisë. Zoti ka një plan që ne të jetojmë në prani të Perëndisë, të shpëtohet njeriu nga mëkati dhe të ketë jetë të përjetshme. Nuk erdhi thjesht ne të besojmë në një fe. Erdhi të na japë jetë, motra dhe vëllezër, halleluja. Dhe këtë jetë ta kemi me bollet. Erdhi të na japë jetën e përjetshme. Mori vdekjen tonë që na çonte mëkati, motra dhe vëllezër, halleluja. Dhe ai mori mëkatin tonë në kryq të Golgotës dhe që andej na dha jetën e përjetshme. Që çdo njeri që të besojë në të mos u mbasë, por të ketë jetë të përjetshme. Do të më lejoni vëllezër, me ishtë të Zotit të lexoj diçka nga fjala e Perëndisë. Në Hebrejtë po lexoj vëllezër kapitulli 3. Ta shohim me vëmendje vëllezër fjalën e Perëndisë, sepse nëse do të arrijmë vërtet ta kuptojmë fjalën e Perëndisë, do të na bëjë që të jetojmë nëpërmjet fjalës së Perëndisë. Sepse kisha e zgjedhur e Perëndisë, vëllezër,
jetonte me mësimet e apostujve. Të gatshëm, motra dhe vlezër, aleluja, për të zbatuar, thot, mësimin e apostujve. Ta vinin në praktike. Nuk mjafton vetëm, vlezër, ta dimë fjallën e Perëndis. Dhe nëse unë nuk kam fryt në jetën time, nuk i vlen askujt, motra dhe vlezër. Por nëse unë jam i frytshëm, dhe jemi të frytshëm vetëm nëse e vëmë në praktike, në jetën tonë, fjallën e Perëndis. Njerëzit do të shohin dhe do të japin lavdi Perëndisë, por dhe ai që na thirri do të lavdërohet, motra dhe vlezër, aleluja, me rrugën tonë. Sepse erdhi të na japë një shembull që çdo njeri që do ta ndjekë të ketë një shembull si të ecë. Dhe shembulli ynë është vetëm Jezu Krishti. Askush tjetër, motra dhe vlezër, aleluja. Ta shohim çfarë do të na japë Zoti sot, vlezër. Prandaj, o vlezër të shenjtë, pjesëtarë të thirrjes qiellore, vështroni apostullin dhe kryepriftin e rrëfimit të besimit tonë, Jezu Krishtin, i cili është besnik ndaj atij që e bëri, ashtu si që Mojsiu në tërë shtëpinë e tij, sepse Jezusi është i denjë për më shumë lavdi se Mojsiu. Meqense ai që ndërton shtëpinë ka më shumë nder se shtëpia, sepse çdo shtëpi ndërtohet prej dikujt, por ai që ka ndërtuar gjithçka është Perëndia. Dhe Mojsiu, që me të vërtet besnik në shtëpinë e Perëndisë si shërbëtor, për të dëshmuar për të gjitha gjërat që duheshin thënë, por Krishti si bir është mbi shtëpinë e tij dhe shtëpia e vet jemi ne. Në qoftë se e mbajmë deri në fund guximin dhe mburjen e shpresës. Prandaj sikur se thot fryma e shenjtë, sot, në qoftë se e dëgjoni zërin e tij, mos i ngurtësoni zemrat tuaja. Si në provokim, në ditën e tundimit në shkretë e tirë, ku etrit tuaj më tunduan, duke më vënë në sprovë, ndonse i kishin parë veprat e mia 40 vjet. Prandaj u indinjova me atë bres dhe thashë gabojnë gjithnjë me zemër dhe nuk i njohën udhët e mia. Kështu u betova në mërim time, nuk do të hyjnë në prehjen time. Kini kujdes, vlezër, se mos ndonjë nga ju ka një zemër të ligër. Mos besimi që të largohet nga Perëndia i gjallë. Por nxiteni njëri tjetrin çdo ditë, derisa thuhet sot që të mos ngurtësohet ndonjë nga ju prej mashtrimit të mëkatit. Sepse ne jemi bërë pjesëtarë të Krishtit. Në qoftë se do të ruajnë të palëkundur deri në fund fillimin e besimit. Kur thuhet sot,
Në qoftë se dëgjoni zërin e tij, mos jeni zëmërgur si në ditën e kryengritjes. Kush janë ata që mbasi e dëgjuan e provokuan? A thua, jo të gjithë ata që dolën nga Egjipti me anë të Mojsiut? Dhe kush qenë ata me të cilët u zemrua për 40 vjet? As qenë vallë ata që më katuan, kufomat e të cilëve ranën në shkret të tjere? Dhe përsëri, beri bese nuk do të hynë në prehjen e ti, veçse për ata që qenë të pabindur. Ne shohim se ata nuk mundën të hynë për shkak të mosbesimit. Amin. Letra i drejtohet vëllezër, jo hebrejve, por na drejtohet të gjithëve vëllezër, aleluja, sepse shpeshherë shohim që krahasimin që bën fjala e Perëndis në Djatën e Re, gjithmonë na çon të shohim vullnetin e Perëndisë. Ngjarje të mëdha motra dhe vëllezër që Perëndia bëri me popullin e zgjedhur, që ne të shohim fuqinë e Perëndisë, planin e Perëndisë. Përse ne na thirrri Zoti? E para na thotë vëllezër të shenjtë. Kush është i shenjtë, motra? Halleluja. Shenjtëria e një besimtari qëndron, vëllezër, halleluja, kur ai e ruan veten të pastër. Nuk e ndot veten, por është i kujdesshëm që ecën sipas fjalës të Perëndis. Ai është i shenjtë sepse Zoti banon brenda tij. Ai merr fuqi që të ecë në këtë rrugë, motra dhe vëllezër, i pastër. Nuk e ndot veten, motra dhe vëllezër, halleluja. Ati personi i është zbuluar e vërteta dhe shpresa e tij është kjo thirrje e Perëndisë. Ai person, motra dhe vëllezër, ka marrë një vendim vdekjeje në veten e tij. Ka vdekur, motra dhe vëllezër, aleluja, për botën që e rrethon. Pakzohemi, motra dhe vëllezër, që është simboli vërtet i vdekjes së një njeriu, kur pranon Krishtin dhe kërkon të jetë Krishti Zot i jetës së tij. Shikoni me vëmendje, kur dalim dhe pakzohemi, vëllezër, aleluja, do të thotë jam penduar. Nuk dalim të pakzohemi, motra dhe vëllezër, sepse kjo duhet bërë. Por çfarë është pakëzimi? Është vdekje, motra dhe vëllezër, aleluja. Jetoj për Zotin. Ka vepruar Zoti në mua dhe unë tani, këtë njeri të vjetër, me gjithçka kishte, nuk më vlen më. Nuk më intereson më, do ta varos. Dhe kur të ngrihet që nga pakëzimi, motra dhe vëllezër, aleluja, është një krijesë që jeton me Krishtin, ushqehet me fjalën e Perëndisë, qëndron në bashkësi me vëllezërit, është familja e tij, ka bohuar vetveten, motra dhe vëllezër, aleluja, dhe është i gatshëm të ecë sipas fjalës të Perëndisë. Kjo gjë ndodh, motra dhe vëllezër, kur njeriu merr vendim të bëhet vullneti i Perëndisë. Kur Jezus Krishti shkoi
vëllezër, që filloi vepra e Jezus Krishti. Shkoi të pagëzoi. Shkoi të pagëzoi, motra dhe vëllezër, aleluja, një njeri që nuk kishte mëkat. Dhe ja qengji i Perëndisë që heq mëkatin e botës stagjoni. Erdhi për të hequr mëkatin e botës. Por çfarë ndodhi, motra dhe vëllezër, aleluja, në atë moment? Gjoni tha, unë kam nevojë të pagëzohem nga ty. Jo ti të vish dhe të përullesh dhe të pagëzohesh ti nga mua. Dhe Zoti i tha, motra, aleluja, le të bëhet ashtu siç është vendosur. Sepse ishte vendimi i Jezus Krishtit, motra dhe vëllezër, të vinte të pagëzohej, që do të thotë të vdiste, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe të fillonte një vepër nga Perëndia. Kur mori këtë vendim vdekjeje, vëllezër, aleluja, që të pagëzohej, kur doli nga uji, fryma e shenjtë zbriti, thot mbi te, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe u dëgjua një zë që foli dhe tha, ky është biri im i dashur. Aty filloi, motra dhe vëllezër, vepra e Jezus Krishtit. Kur u mbush fuqishëm me frymë të shenjtë. Vepra në kishën, motra dhe vëllezër, aleluja, me apostuj, filloi ditën që zbriti fryma e shenjtë në ta. U pagëzuan 120 vetë me frymë të shenjtë, u bë predikimi i parë i apostullit Pjetër, motra dhe vëllezër, aleluja, i mbushur plot në frymë, dhe 3000 veta pranuan Jezus Krishtin. Çdo të thotë, motra dhe vëllezër, aleluja, predikimi i parë, i mbushur plot në frymë, motra dhe vëllezër, fillon vepra e apostujve. 3000 veta thotë ishin të një mendjeje. Të gjithë bashkë, thotë, motra dhe vëllezër, aleluja. Çdo gjë e kishin të përbashkët. Jetonin si një familje. Ç'kishin të tepërta i sillnin në këmbët e apostujve dhe i ndanin sipas nevojave të çdo njeri. Nuk mungonte atje, motra dhe vëllezër, buka. Lavdi emri të shenjtë. Këmbëngulës në zbatimin e mësimit të apostujve, për këta 3000 veta bëhet fjalë. Në bashkësi me njëri tjetrin, në thyerjen e bukës dhe në lutje. Dhe Zoti filloi në ne, motra dhe vëllezër, një vepër të tillë. Me mrekulli, motra dhe vëllezër, aleluja, Zoti erdhi në jetën tonë. Ashtu siç bëri mrekulli në popullin që ishte në Egjipt, bëri mrekulli Zoti, motra dhe vëllezër, në ta, ata panë gjërat e mëdha të Perëndisë. Në ta nuk ndoste asgjë. Çfarë do lloj gjëje që ju ndoste egjiptasve, populli i tij që i rojtur. Edhe kur erdhi angjëlli i vdekjes, motra dhe vëllezër, Zoti i udhëzoi se çfarë duhet të bënin që të ishin të rojtur nga vdekja. Therën një qenç, thot, motra dhe vëllezër, aleluja, dhe me gjakun e qençit lyen, bën një shenjë në dyert e tyre. Dhe angjëlli i vdekjes shikonte gjakun, motra dhe vëllezër, dhe kalonte, ikte diku tjetër. Të gjithë egjiptasit në vaj, në një dhimbje të madhe, sepse vdiqën të gjithë të paralindurit, në popullin e zgjedhur të Perëndisë, motra dhe vëllezër, kishte gëzi.
E falenderojmë Perëndin. Fryma e shenjtë që na është dhënë, vëllezër, aleluja, na është dhënë që ne të kemi gëzim. Do të shohim shumë gjëra që do të ndodhin rreth nesh, por fryma e shenjtë do të na japë mundësinë, motra dhe vëllezër, që ne të kuptojmë gjithçka që ndodh dhe të kemi gëzim. Të mos trishtohemi. Trishtohen ata njerëz që nuk kuptojnë çfarë do të ndodhë, pse po ndodhin të gjitha këto. Ju, thot Zoti, jeni të ruajtur nga Perëndia. E falenderojmë Zotin, vëllezër. Dhe këtu thot vëllezër të shenjtë, pjesëtarë të thirrjes qiellore. Shpresa e të shenjtëve, motra dhe vëllezër, aleluja, është thirrja qiellore që Zoti na ka bërë. Na ka zgjedhur si një popull të vetin që të jetojmë në prani të Perëndisë. Kjo është shpresa jonë. Ky është premtimi që na ka dhënë Perëndia. Nuk jemi për këtu, motra dhe vëllezër, për të jetuar këtu. Të kujdesemi, motra dhe vëllezër, vazhdimisht. Nuk na thot në fjalën e Perëndis, kujdesuni që të jetoni mirë këtu, motra dhe vëllezër. Por thot kujdes nga ofertat që të sjell kjo botë. Vështroni apostulli dhe kryepriftin e rrëfimit të besimit ton, Jezus Krishtin. Shikoni, thot motra dhe vëllezër, apostullin tonë, kryepriftin tonë, Jezu Krishti. Ai erdhi për të bërë vullnetin e Perëndisë. E falenderojmë Zotin. Dhe ne jemi thirrur që të gjithë për të bërë vullnetin e Perëndisë. Prandaj thot kemi një thirrje qiellore. Shpresa jonë është qielli, a dheu ynë është qielli, motra dhe vëllezër. Nuk është ta me të pimë, motra dhe vëllezër, se nesër do të vdesim. Këtë e ka bota jashtë, motra dhe vëllezër, dhe vrapojnë të jetojnë ato ditë që ju kanë mbetur, ato vite që ju kanë mbetur, duke ngrënë dhe duke pirë, dhe duke mëkatuar, motra dhe vëllezër. Krejt ndryshe është thirrja jonë hyjnore. Në momentin që ne kemi pranuar Krishtin, për të gjitha këto kemi vdekur. Dhe jetojmë një jetë tjetër, sipas shembullit që na dha Jezus Krishti. Erdhi, motra dhe vëllezër, aleluja, ndihmoi gjithçka që i afroi çdo njeri, shëronte njerëz, motra dhe vëllezër, ushqente njerëz, i mësonte njerëzit, u kryqëzua për ta, motra dhe vëllezër, u flijua për ta, dhe u kthye përsëri në qiell. I cili është besnik ndaj atij që e bëri. Ai ishte besnik, thot motra dhe vëllezër, aleluja, i atit të tij. Asnjëherë, thot motra dhe vëllezër, Jezus Krishti nuk u nda nga ati. Unë dhe ati jemi një. E falenderojmë Perëndin. Kështu duhet të jenë, motra dhe vëllezër, aleluja, të gjithë të thirrurit nga Perëndia, që të jenë një me Jezu Krishtin. Të jenë një me fjalën e Perëndisë. Ata që ecin sipas fjalës të Perëndisë, vëllezër, aleluja, të mbushur plot në frymë, kanë gëzim në çdo moment të jetës së tyre. Nuk ka trishtim, motra dhe vëllezër, aleluja, në i krishterë. Lavdi Perëndisë. Por është gjithmonë i gëzuar sepse di se kush është ai që e udhëheq. Kush është ai që kujdeset për mua, për familjen time, ja kam lënë në dorë jetën time Zotit, kur unë erdha dhe u pagëzova, motra. Thash,
ti je Zoti im, e pranon Jezus Krishtin si Zotin tënd, shpëtimtarin tënd. Amin. Kjo fjalë, motra dhe vlezër, aleluja, është shkruar në qiell, është dëshmi në qiell, kur ti thua, Zoti Jezus Krisht është Zoti im, shpëtimtari im. Nuk ka me pushtet mbi ty askush, veç se ne lejon ti. Por askush nuk mund të ndryjë, motra dhe vlezër, aleluja. Për sa kohë ti ke këtë marrëdhënie me Jezus Krisht. Unë dhe ati jemi një. Ashtu si ne të dy jemi një, tha Jezus Krishti, dua që dhe ata të jenë një në ne. E kuptoni çfarë kërkon Zoti, motra dhe vlezër? Çfarë lidhje do Zoti të kemi ne si të krishterë? Shpresa jonë është qielli, si të zgjedhur nga Perëndia. Një s'ka gjë, motra dhe vlezër, aleluja, e prish gjithçka. Pak ma ja, thot motra dhe vlezër, e sjell gjithë brumin, e prish gjithë brumin. Pak ma ja. S'ka gjë kjo, motra dhe vlezër, aleluja. Dhe ne apim një portë, apim një dritare. S'ka gjë nëse thash diçka. S'ka gjë nëse fyeva dikaj. S'ka gjë nëse bëra diçka, motra dhe vlezër, aleluja, që s'është sipas fjalës të Perëndis. Zoti është dashuri dhe do të më falë. Zoti gjithmonë në fshin çdo mëkat toni, çdo rënje tonën, nëse ne pendohemi. Nëse unë e shikoj që gabova me vllajin apo me motrën, apo me sjelljen time, dhe shkoj në Zot dhe them, Zot, jam i dobët, fshihet, motra dhe vlezër, aleluja, fillon diçka e re. Nuk e kujton me Zoti atë çka unë kam bërë, por vetëm kur njeriu pendohet. Nëse nuk pendohet, nuk funksionon, motra dhe vlezër, Zoti është dashuri, do të ba falë një gjë të tillë. Pse nuk funksionon, vlezër, aleluja? Zoti është dashuri, vërtet, por nuk bie në kompromis me mëkatin tim. Nuk mund të thotë s'ka gjë që mëkatove, unë të dua dhe do të falë. Kur nuk fali, motra dhe vlezër, aleluja, birin e tij të dërguar, motra dhe të vetëm lindurin, Jezus Krishtin, por ktheu kokën kur gjithë mëkati unë gjitë në të. Dhe ky ishte qëllimi i lutjes të Jezus Krishtit, motra dhe vlezër, aleluja, që thot djersa i kullonte gjak. Pse? Sepse asnjëherë nuk ishte ndarë nga ati. Për asnjë lloj gjëje, thot. Dhe ai moment është sepse ati ktheu kokën, motra dhe vlezër, sepse nuk mund të pranonte mëkatin. Dhe tha, ili lama sabachthani, o atë përse më braktise. Ishte i vetmi moment, motra dhe vlezër, aleluja. Por ky që vullneti i Perëndisë, e falenderojmë Perëndin. Sepse Jezusi është i denjë për më shumë lavdi se Mojsiu. Për çfarë arsye, motra dhe vlezër? Meqense ai e ndërton shtëpinë, meqense ai që ndërton shtëpinë ka më shumë derë se shtëpia, sepse çdo shtëpi ndërtohet prej dikujt, por ai që ka ndërtuar gjithçka është Perëndia. Dhe Mojsiu, që me të vërtet besnik në shtëpinë e Perëndis, jo ndërtues, që besnik në shtëpinë e Perëndis, vlezër, Mojsiu, si shërbëtor i shtëpisë së Perëndis, sepse populli që nxori Jezus Krishti nga Egjipti ishte populli i zgjedhur, motra dhe vlezër, që ishte premtimi i Abrahamit, që i bëri Perëndia.
por për të dëshmuar, thotë Mojsiu në këtë popull, për të gjitha gjërat që duheshin thënë. Për këtë ishte shërbëtor në shtëpinë e Perëndis. Por Krishti si bir, është mbi shtëpinë e tij. Dhe shtëpia e vet jemi ne. Ai është Zoti ynë, motra dhe vëllezër, mbi shtëpinë e Perëndis. Nuk është thjesht një shërbëtor i zgjedhur për të transmetuar fjalët e Perëndisë. Por është ai që ndërtoi, motra dhe vëllezër, aleluja, shtëpinë. Është ai që na thirrri, është ai që na zgjodhi, motra dhe vëllezër. Në qoftë se e mbajmë deri në fund guximin dhe mburjen e shpresës. Nëse ne do ta mbajmë deri në fund këtë shpresë në Jezus Krishti, motra dhe vëllezër, në Zoti. Prandaj, sikur se thot fryma e shenjtë, sot, në qoftë se e dëgjoni zërin e tij, mos i ngurtësoni zemrat tuaja si në provokim në ditën e tundimit në shkretëtirë. Populli i zgjedhur i Perëndisë doli i gjithë nga Egjipti, motra, aleluja. Pa në mrekullitë që ndodhen në Egjipt, pa në, motra dhe vëllezër, se si Zoti i shpëtoi nga faraoni, u ap deti, thot, dhe që të gjithë ata kaluan, që është pagëzimi në ujë për ta, motra dhe vëllezër, aleluja. Kaluan, thotë, dhe kur u mbyll deti, u ndanë njëre për gjithmonë nga Egjipti. Kush? Ky popull. Nuk ishin më lidhje me Egjiptin. I ndante një det, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe u vendosën në shkretëtirë, thotë. Ku nuk shikonin asnjë gjë veç Zotit, motra dhe vëllezër, aleluja. Një rrethot që i shoqëronte dhe ju bënte hije në vaj, dhe një zjarr, motra dhe vëllezër, aleluja, që ishte me ta. Kuetrit tuaj më tunduan, thot, në shkretëtirën, që do thot ata, pa në këto mrekulli, i futi Zoti, motra dhe vëllezër, për t'i shpen në tokën e premtuar, por ishin në shkretëtirën. Dhe në shkretëtirën, çfarë ndodhi? E tunduan Zotin. Murmuritën për Zotin, motra dhe vëllezër. Na sollët këtu që të vdesim në shkretëtirë, i drejtoheshin Mojsiu. Mojsiu thotë ishte vetëm ai që përçonte fjalën e Perëndisë në ta. Kështu ka thënë Zoti, dhe nuk mund të përgjigjej ndryshe, motra dhe vëllezër, aleluja. Na sollët që të vdesim si ishim mirë në Egjipt. Po gjithë ato mrekulli që u bënë në jetën tënde, si ndodhen, motra ime, vëlla im, aleluja? Si Zoti të thirri, si Zoti të çliroi nga të gjitha gjërat, gjithçka që ne kemi parë në jetën tonë, fuqinë e Perëndisë, e harruam. Dhe tani themi, mirë ishim në Egjipt, mirë ishim atje ku na nxori Zoti. A nuk qante zemra jonë dhe thëriste, Zot, nuk mund të jetoj në këtë gjendje, në këtë mashtrim të kësaj bote. Dhe Zoti duke parë këtë thirrje që dilte nga zemra jonë, motra dhe vëllezër, aleluja, erdhi trokiti në zemrat tona dhe tha, të dua, biri im, bija ime. Do të shpëtoj nga kjo gjendje, që ti nuk pajtohesh. Kam përgatitur diçka tjetër për ty. Për ty erdha u flijova që të jetojmë së bashku. Kam përgatitur vend në qiell, aty ku jam unë, do të jeni edhe ju. E kuptoni, motra dhe vëllezër, aleluja, çfarë vepër bëri Perëndia në ne kur na thirri? Dhe tani murmuritën, thotë, në shkretëtirë, motra dhe vëllezër, aleluja. Ku për 40 vjet nuk ju mungoi, motra dhe vëllezër, aleluja, veshmbathja. Nuk ju mungoi buka, motra dhe vëllezër. 1 milion dolën nga Egjipti, ushqeheshin në shkretëtirë. E trituaj më tunduan,
duke më vënë në sprovë, thot motra dhe vlezër, ndonse i kishin parë veprat e mia për 40 vjet, që unë isha me ta, që unë vepronja në ta, 40 vjet, thot. Ata përsëri më të nduan, thot motra dhe vlezër, aleluja. Dhe këto janë shembull që na sjell Zoti për ne, që të tregojmë i vlezër të kujdesshëm në këtë thirrje hyjnore të Perëndis. Nuk është kaq e thjeshtë vlezër, aleluja. Zoti ka bërë një vepër të madhe, por e ka bërë motra dhe vlezër një vepër të madhe edhe në të gjithë ata që e duan Perëndin. Sepse i bëri krijesa të reja, frymërore, motra dhe vlezër, aleluja. Që do të thotë rilindën. Rilindja pikërisht me këtë ka të bëjnë, motra dhe vlezër. Kam vdekur për botën dhe jetoj për Zotin tani, motra dhe vlezër, aleluja. Po mos lindi njeriu nga fryma dhe nga uji, i tha Nikodem, nuk mund ta shohë mbretërinë e Perëndisë. Prandaj u indinjova me atë bres dhe thashë, gabojnë gjithnjë me zemër dhe nuk e njohën udhën time. Megjithse ju çfaqa, megjithse bëra mrekullimin e tyre, thotë, ata gabojnë në zemrën e tyre. Sepse nuk i njohin udhët e mia, nuk e kuptojnë rrugën, motra dhe vlezër, aleluja. Po kush është rruga? Zoti thotë Jezus Krishti, unë jam rruga. Ai që vjen nëpërmjet kësaj rruge, është shembulli ynë Jezus Krishti, motra dhe vlezër, aleluja. Ai që do të ecë në këtë rrugë. Atë çka bën me mua, do ta bëjnë edhe me ju. E falenderojmë Perëndin. Kjo është rruga. Mos thuaj pse Zoti e lejoi këtë në mua, sepse kjo është rruga, motra ime, vllai im, aleluja. Për shkak të emrit tim, thot, do të shajeni, do të përshtyheni, do të përjashtoheni, do të rrieni, do të vriteni. Për shkak të emrit tim, kështu bën me mua, do të bëjnë edhe me ju. Atëherë kjo është rruga, motra dhe ime, vllai im, aleluja, që të çon në jetë të përjetshme. Nuk ka rrugë tjetër, po unë jam i Krishtit, pse të më ndodhin mua të gjitha këto vlla? Nuk kam ardhur unë në kishë, nuk kam bërë unë vullnetin e Perëndisë. I ke bërë, motra ime, aleluja. Por kjo është rruga, sepse është më e mira për ty që të hysh në mbretërinë e Perëndisë. Kjo ishte rruga që i nxori Jezus Krishti, Zoti, motra dhe vlezër, popullin e zgjedhur për ta shpërë në tokën e premtuar. Dhe thot, gjatë kësaj periudhe, kështu u betova, thot, në mërinë time. Me sjelljen e tyre, ata e bën Zotin, motra dhe vlezër, aleluja, të mërzitet. Me sjelljen e tyre, u betova në mërinë time, thot. Për çfarë e mërzitëm Zotin, motra dhe vlezër, aleluja? Me sjelljen tonë. Me murmuritjet tona, motra dhe vlezër, aleluja. Thashë, nuk do të hyjnë në prehjen time. Kini kujdes. Fjala kini kujdes nuk do të thotë mos u mërzitni. Këtu thotë kini kujdes dhe tregoni vëmendje në rrugën nëpërmjet të cilës do të ecësh. Kini kujdes, vlezër, se mos ndonjë nga ju ka zemër të ligë. Cila është zemra e ligë? Mos besimi. Zemra e ligë, motra dhe vlezër, është mos besimi në Jezus Krishtin, në këtë rrugë që Zoti na ka thirrur, motra dhe vlezër, dhe e hapi në kryq të Golgotës me flijimin e tij, motra dhe vlezër. E hapi këtë rrugë Zoti. Për ne të gjithë, dhe thot keni kujdes, se mos thot ka ndonjë njeri zemër të ligë, mos besimi. Zemër e ligë është mos besimi, motra, aleluja. Të mos besosh në Zot është zemër e ligë. Që të largohet nga Perëndia e gjallë. Mos besimi
e largon njeriu nga Perëndia, motra dhe vëllezër, aleluja. Nuk mund të jetë me Perëndinë kur unë nuk besoj. Kjo është zemër e ligë, kini kujdes zemrat tuaja, thot. Se mos ju bëj mos besimi të ndajeni nga Perëndia. Ç'vlerë do të ketë, motra dhe vëllezër, aleluja. Gjithë ki mund 40 vjetë në shkretë të tire, ç'vlerë do të ketë besimi ju në, motra dhe vëllezër, aleluja, kur në fund unë nuk kam ma besim. E unë ma besimin, motra, aleluja. Por nxiteni njeri tjetrin çdo ditë, derisa thuhet sot, që të mos ngurtësohet ndonjë nga ju prej mashtrimit të mëkatit. Sot thot, kini kujdes, se mos mëkati që qarkon gjithandej, ju shpije edhe ju, motra dhe vëllezër, të shihni. Kini kujdes, thot, motra dhe vëllezër, aleluja, të mos ngurtësohet ndonjë prej jush prej mashtrimit të mëkatit. Ngurtësohet zemra kur mëkati të serviret dhe thua, po na e mirë është kjo. Ngurtësohet zemra, largohet besimi nga Zoti, motra dhe vëllezër, dhe shohim diku tjetër. Dhe theni s'ka gjë edhe kjo. Kini kujdes thot. Sepse ne jemi bërë pjesëtar të Krishtit, në qoftë se do të ruajmë të palëkundur deri në fund fillimin e besimit. Jemi bërë pjesëtar të Krishtit, në qoftë se do qëndrojmë deri në fund si në fillim, thot motra dhe vëllezër, aleluja. Kini kujdes, jetën tuaj. Kur thuhet sot, në qoftë se dëgjoni zërin e tij, mos jeni zemërgur, si në ditët e kryengritjes. Vetëm juve jeni. Neve nuk na flet Zoti, i thanë Mojsiut, motra, aleluja. Dhe ngritëm krye. Dhe të gjithë e dimë fundin e tyre. Që u ngritën kundër, motra dhe vëllezër, aleluja, zgjedhurve të Perëndisë. Kush janë ata që mbasi e dëgjuan e provokuan? Në bën pyetje, motra, aleluja. Kush janë ata, thotë, që mbasi e dëgjuan e provokuan? Apo a thua jo të gjithë dolën nga Egjipti me anë të Mojsiut? Që do të thotë, ata që e provokuan Zotin, ishin pikërisht ata që dolën me mrekulli nga Egjipti. Zoti i nxori me mrekulli, motra dhe vëllezër, aleluja, që të gjithë popullin e vet. Këta ishin ata, thotë, që e provokuan në shtetë të tjerë. Kini kujdes juve, thotë, mos kaloni dhe ju në të tillë. Prandaj themi është pasqyra jonë fjala e Perëndisë. Ku ne shohim se çfarë ka ndodhur dhe kontrollojmë veten, motra dhe vëllezër, aleluja, që mos ndodhë në ne. Dhe kush qenë ata me të cilët u zemrua për 40 vjet? Zoti. Cilët janë ata që Zoti zemërohet, thot motra dhe vëllezër, aleluja. Të zgjedhurit ishin ata. Zgjosi to. As qenë valla ata që mëkatuan dhe kufomat e të cilëve ranë në shkretë të tire, nuk thot ranë në Egjipt. Ranë në shkretë të tire që do të thot ishin të zgjedhurit, që kaluan në përmjet detit, që pa në mrekullit e Perëndisë, që u ushqyen me manën, motra dhe vëllezër, aleluja, që u ushqyen me mish që zbriti nga qielli. Këta thotë, motra dhe vëllezër, ishin ata, thotë, që mëkatuan. Kështu që keni kujdes, se mos dikush nga ju thotë ngurtëson zemrën dhe mëkaton, dhe largohet nga Perëndia. Dhe për cilët beri be, se nuk do të hynë në prehjen time. Veç se për ata që qenë të pabindur,
Vetëm ata që nuk ju bindën, bëri besë Zotin nuk dojnë. E thotë motra, aleluja. Ne shohim se ata që nuk mundën të hynë për shkak të mosbesimit. Nuk hynë në tokën e premtuar ata që nuk besuan, motra dhe vlezër, aleluja. Ranën në shkretë të tjere umbën gjatë 40 vjetësh. Dhe çdo gjë që na i jep sot, keni kujdes sot, apostulli Paul. Ju që sot udhëhiqeni nga fryma e Perëndis, si të zgjedhur të Perëndis, si shtëpia e Zotit, motra dhe vlezër, aleluja, keni kujdes, mos bëni dhe ju të njëjtën gjë që bën etrit tuaj. Dhe umbën, ruajeni veten, motra dhe vlezër, aleluja. Kemi një zgjedhje hynore, një premtim hynor nga Perëndia, që me mrekulli erdhi në jetën tonë, motra dhe vlezër, që me mrekulli ndryshoi jetën tonë. Qëndro, mbaju fort, motra ime, aleluja, që këtë kurori që Zoti të ka dhënë, ta ka premtuar ty, mos ta marr dikush tjetër. Është në dorën tonë, motra dhe vlezër, aleluja, të tregojemi të kujdesshëm, në dorën tonë të jemi të vëmendshëm në fjalën e Perëndis. Është ligji ynë, ligji i të krishterit është fjala e Perëndis, vlezër, aleluja. Nëse do të ecim me këtë ligj, asnjë gjë, motra dhe vlezër, nuk do të na bëj të bie. Nëse do të ecim, motra dhe vlezër, kundër ligjeve jashtë në botë, e dini të gjithë se çfarë pësojmë, motra dhe vlezër. Nëse ne shkelim rregullat e shtetit, ku përfundon njeriu? Ligji të krishterit është fjala e Perëndis, vlezër. Nëse ne nuk e zbatojmë fjalën e Perëndis dhe nuk e vëmë në praktikë në jetën tonë, jemi shkëputur, motra dhe vlezër, aleluja. Nuk jemi në destinacionin e dur, nuk shkojmë dot në destinacionin e dur, motra dhe vlezër, për aty ku na zgjodhi Perëndia. Prandaj të Zotit bitemi, keni kujdes. Zoti ta bekojë këtë fjalë.